ditën e djeshme ku ndodhën dy ngjarje të jashtëzakonshme. E para 6 eurodeputet folën nga ky shesh, e dyta studentët folën nga Politekniku. E nuk e di nëse i keni parë emisionet e mbrëmshme, e di për çfarë flisin ata. Për shërbimet e huaja, se si ato ishin të interesuar që Shqipëria mos zhvillohej. Imagjinoni! Janë mbush televizionet me konspiracionist, me maskarej, që nuk flasin as i fjalë për protestën, vetëm budallëqe, që u bën pronarët. Prandaj kjo ka qenë një lëvizje antisistem, se prej fillimi ka pas edhe një thirrje shumë të rëndësishme. Bojkotoni media! Bojkotoni media! Bojkotoni media! Bojkotoni media! Bojkotoni media! Bojkotoni media! Ndaj ju lutem, bojkotoni monologjet e Kryta Dumës. Ju lutem, bojkotojni informacionet e fshetat Karamuqës. Ju lutem, bojkotojni spekulimet banale filozofike të Ajrancurit. Ju meritoni më shumë se aq! E nga ky shesh, ju themi edhe këtyre, ju erdhi fundi! 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 E na vjen keq se në Shqipërinë e re që do ndërtojmë, do ju duhet punoni, nuk do ja dilni dot vetëm me të lëpirë. Përshëndetje të gjithëve. Sot kam dalë këtu sepse përpara disa javësh, përpara kryeministrisë isha unë ajo që dola dhe bëra shqiponjën. Unë u kapa nga policia dhe dola këtu dhe thash, pavarësisht se u kapa, dola dhe thash policia është e jona. Por sot ne pam që ata nuk janë me ne. Ata nuk janë me ne. Edhe nëse ata thonë, prindini, ne do na vrasin. Edhe nëse ata thonë, shko dhe rripini, përplasini, zhdukini dhe ne zhdukemi. Ne jemi shumë të pafuqishëm përpara tyre se të kështu mendojnë ata. Por jo, ne jemi më të fuqishëm dhe kjo qeveri dorëzohet. Nuk jemi dorëzuar asnjëherë, nuk jemi për të dorëzuar kurrë, sepse nëse ne dorëzohemi, ai forcohet dhe nëse ai forcohet, kjo qeveri atëherë humbet, por si që ka sot. Si mund të jenë tjera ato nana vallë kur kanë parë fëmijët e tyre? Ata polica ka fëmijë. Si janë tjera ata policë për i trojën ashtu? Po fëmijët e tyre ore, po fëmijët e juaj. Si do t'jeshin t'ju t'kapin fëmijët tuaj? E Tirama t'kapin fëmijët tënë. Si do t'jeshe ti? Ka të rishin zvarë. Si do ishen tjerë tjore? Asgjë nuk e meriton të i pak ato video kur i kanë parë i kamesh të gjitha, sepse të bëjnë të lotosh. Imagjinon nanat dhe gjithë familje që shojnë fëmijë, vëllezër, ato video, ato skena të tmerrshme. Edhe unë isha një ndër to që u kapa nga policia, por prap dola dhe thash policia është me ne. Jo, ata bëjnë ato çfarë ai i kërkon. Edhe ata do e bëjnë gjithmonë. Prandaj ne duhet kemi thjesht me njëri tjetrin, të qëndrojmë me njëri tjetrin dhe të mos përçahemi. Duhet qëndrojmë bashkë dhe të mos bëjmë prej e provokimeve sepse ata këtë duan. Revoltën. Ata duan që ne të përleshemi me njëri tjetrin. Këtë doni sot ata. Dhe këtë bën vetë ata. Ata kanë frikën dhe mundohet të krijojnë përçarje këtu. Por nuk do ketë asgjë përçarje asnjëherë, sepse jemi bashkë. Të gjithë jemi bashkë. Policia e krimit mbetet e krimi. Dhe
qytetarët mbetin qytetarë. Prandaj mos u dorëzoni sepse vërtet janë 31 ditë, por ne do vazhdojmë dhe do luftojmë deri në fund. Derisa ai do dorëhiqet. Jepet dorëheqje Rama. Nuk e më bën këtu. E ke kuptuar shumë mirë. Po bëre manovra, po bëre lojra, po bëre provokime sepse ne nuk bjem pjesë e tyre. Kemi bërë deri më sot protestën qetë dhe do vazhdojmë deri në protestën e qetë. Sa do të mundohesh ti të na revoltosh, kur do revoltohemi. Në fakt do revoltohemi, po nuk do provokohemi. E revoltuar kemi ardhur të shesh që ditë e parë. Ne ta këndojmë këngën e Ramos me që ka qef se ja ka ndryshuar populli. Burg, burg, shumë shumë burg. 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 A e kupton çfarë kërkon populli për ty? Burg, burg, shumë shumë burg. Burg, burg, shumë shumë burg. Burg, burg, Shumë shumë burg. burg, burg. Shumë shumë burg. Sa burg? Rama, burg, Berisha, burg. 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 A e dini përsëri se kjo është dita e parë e muaj dytë dhe ka kaq entuziazëm. Ne do t'jemi këtu më të fortë se kur dhe më të bashkuar se kur. Ne jemi gjithë vëzër e motra me njëri tjetrin dhe armikun e kemi përballë. Ju erë të fundi!